Muzika folklorike është bërë pjesë e pandare e jetës së familjes Deda në ishull Lezhë të Lezhës. 4 fëmijët e kësaj familje, përkatësisht 16, 13, 10 dhe 5 vjeç, i bien çiftelisë, sharkisë, tupanit dhe këndojnë këngë të trevave veriore. Pasioni për folklorin i ka shtyrë të përkushtohen këtij zhanri muzikor, edhe pse siç thonë ata, fillimet nuk kanë qenë të lehta. 2 vite që merrem me muzikë folklorike, fillesat kanë qenë të vështira, por duke pa arritjet që kemi marrë deri tani janë shumë frymëdhënëse edhe jam tepër i kënaqur me arritjet e mia. Frymëzim kemi pas mamin edhe babit, të cilët i falenderoj shumë për kontributin e tyre, gjithashtu edhe profesor Leshin, i cili me durimin e tij dhe përkushtimin e tij na ka bërë që të jemi në këtë fazë që jemi ne tani. Për ta ruajtja e traditës është një nder i veçantë, pasi folklori është identiteti kryesor i veriut të Shqipërisë. Këta fëmijë kanë marrë pjesë në shumë aktivitete dhe janë vlerësuar edhe me çmime. Kemi marrë çmime të para në Tiranë, në Puk, në Fusharrës, në Malsi të Madhe, në Korçë, Lushnjë, gjithanej. Gjithë kohën e lirë që kam, masi të bëj detyrat. Gjithashtu të njëjtën gjë bëjnë edhe motrat edhe vllai. Çmime të para në festivale, koncerte edhe performanca të bukura në përdasje. Për mua është nder që ta ruaj këtë traditë. Gjithashtu edhe më duket kënaqëri edhe me pas mundësinë me majt një instrument të tillë. Normalisht është diçka të mirë për të ardhmen, gjithashtu do jetë një nga kapitujt më të mirë të jetës time, që do i kujtoj me nostalgji, por gjithashtu edhe nuk do ta lëm as dore. Fëmijët e familjes Deda janë pjesë e ansamblit Art Beslidhja në Lezhë, ku shihen premtues për të ardhmen. Këto nxënës, të 4 kanë bërë këngë të veta, janë shumë të angazhuar, me thënë realitetin me bojnë shefin shumë se kanë mësuar çtelinë në mënyrë të përkryme, kanë mësuar këngën folklorike, kanë mësuar toponin, kanë mësuar sharkin. Të ruajnë traditën dhe po shpalosin çdo ditë më shumë traditën. Dhe janë shumë kamguls, edhe më forta se janë kamguls, janë kërkues shumë. Janë vetëm thjesht për me mësuar diçka, po kërkojnë për të mësuar. Muzika folklorike vazhdon të jetojë përmes brezave. Edhe familja Deda është shembulli më i bukur se tradita mund të ruhet me dashuri, përkushtim dhe unitet familjar.